Sa më shumë që largohesh nga namazi, largohesh nga drita dhe futesh në errësirë. Të gjeja këtë hadith se bën dobi. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Është transmetuar në mënyrë autentike se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namazin ka thonë: "Was-salatu nur", dhe namazi është dritë. Prandaj ai i cili largohet nga namazi, largohet nga drita në jetën e tij dhe futet në errësirë, largohet nga drita e veprës më madhështore tek Allahu azza wa jall, largohet nga drita e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe futet në errësirën e mëkatimit, në errësirën e robërimit ndaj epshëve të tij. Ai i cili largohet nga namazi, largohet nga drita e veprave të mira dhe futet në errësirën e gjunaheve, amoralitetit dhe veprave të këqija. Ai i cili largohet nga namazi, largohet nga drita e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe futet në errësirën e ndjekjes së shejtanit të mallkuar. Ai i cili e ruan namazin e tij, ai do ta ketë si dritë, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Të jetë argument, provë dhe shpëtim për ta. Edhe këtë me argument nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë në hadithin që ka transmetuar Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë e ka përmend namazin dhe ka thonë, dëgjoni mirë: "Men hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah." Ai i cili e ruan, kujdeset për namazin, pra e fal vazhdimisht namazin, nuk e lën kurrë namazin, sepse është obligim prej Allahut azza wa jall, është obligim madhor, është shtyllë e fesë, siç kemi përmend. Ai i cili e ruan, kujdeset për namazin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka dritë. Shiko, dritë. Do të jetë dritë, namazi do të jetë dritë për to, argument për to, edhe shpëtim në ditën e gjykimit. Subhanallah. E ai i cili nuk e ruan, nuk kujdeset për to, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk është as dritë, as provë, pra argument, e as shpëtim në ditën e gjykimit, dhe do të jetë me Karunin, me Firaunin, me Hamanin dhe me Ubej ibn Khalaf. Subhanallah, Allah runa. Prandaj nëse don që jeta me të zbukuru, me të ndriçu jeta, me dritë të bekimeve, të bereqetit, të mirësive, të begative, atëherë duhesh me fal namazin. Namazi tërheq të gjitha të mirat, është qelës i çdo të mire, është qelës i çdo suksesi, është qelës i çdo mirësie, ndërsa lënia e namazit është errësirë, është qelës i çdo të keqe, çdo problemi, çdo mungese të bereqetit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.